Ne sapo kaluam në Këshillin Bashkiak një vendim për miratim të fillimit punimeve për vendosjet paneleve diellore. Kjo është një vazhdimsi e bashkëpunimeve të ndryshme që kemi me donatorë të ndryshëm, ku deri më tani janë realizuar vendosja paneleve diellore në 7 objekte shkollore edhe 2 kopshte, duke bërë të mundur një kursim energjie të favorshëm edhe për buxhetin e bashkisë në mënyrë që të kemi prodhim energjie dhe mbulim të kostove të energjisë për këto shkolla përmes energjisë së rinovueshme. Janë investime të vogla, por janë investime që tregojnë atë angazhimin konkret që ka bashkia për mirëmbajtjen edhe rikualifikimin e objekteve shkollore, por edhe për futjen e risive edhe ndërgjegjësimin e fëmijëve edhe të rive. Këto panele kanë një gjatësi prej 20 deri në 50 vite, në varësi pastaj edhe të përdorimit, por mirëmbajtja për këto panele nuk ka një kosto të shtuar për taksapaguesit, përkundrazi kthehet të gjitha në një përfitim për taksapaguesit, sepse për këto shkolla do të paguajmë një kosto energjie më të vogël.